Shikues, tani është momenti për të përgatitur super sallatëna tropikale, po e qua. Jemi në sezonën e pranverës, po vjen vera. Edhe një sallatë më ndrysha, jemi mësu, jemi rritë në familjet tona me një sallatë ku ka tranguj, ka domate, ka qep, ka djath, ka ullej. Sallatat thjeshta, Sot në internet po shohim lloj-lloj inspirimi, lloj-lloj sallate, lloj-lloj çudia. Që para disa viteve, kur kemi dëgju shoqëni me hangër dredhën me djathin bashk, po është super kombinim. Sepse kemi edhe sallatën tjetër që është me shalqinin, me bostanin, me djath, shkon shumë kombinim, super kombinim. Atëherë, pa humbur kohë, thash, kemi një sallatë shumë të shëndetshme. Kemi një sallatë shumë ngjyrshe, shumë e bukur. Po e quaj si atë sallatën me baby spinach që e bona me badema, me dredha javë më parë, edhe këtë po e quaj si fancy sallata. Çkan kemi këtu? Këtu kemi dredha, kemi ananas, kemi një tranguj, kemi 100 gram arra, kemi gjysë qepe të kuqe, sepse e dim që qepa e kuqe jep shumë shije. Kemi mjëntën, kemi vajnë më të mirë italian në treg Moninin, kemi nga Ponti balsamikon që në fund do ta dekorojmë sallatën. Mos harroni kur shkoni në market, blejeni këtë që ka shenjen e dredhës. Dhe kemi uthullën natyrale nga Ponti, 100% natyrale me mollën, që gjithë e dim që uthulla është shumë e shëndetshme. Për ndryshe ju që nuk e keni ditur, uthulla e mollës, sidomos kjo e Pontit, që e kemi italiane, është 100% natyrale, ka shumë benefite shikues. Disa prej tyre janë që përshpejton, ndihmon tretjen, sa më të shpejt, pastaj nivelizon sheqerin e gjakut dhe ndihmon humbjen e peshës. Mos harroni, uthulla ka shumë benefite nëse nuk i keni ditur. Atëherë, në secilën familje e kemi dikë që nuk e ha këto, nuk muj me pa këto me sy. Edhe motrat mjeku e kanë këto. Blerta tha, unë nuk muj me pa me sy qepën. Unë e qepën e ha, veç nëse nuk shihet në ushqim. Kështu që këtë sallatë do ta ndajmë në dysh. Fillimisht do t'i bashkojmë gjitha përveç qepës dhe do t'ja ndajmë këto blertës e pastaj qepën për arnisën. Dhe po fillojmë, i kom prej ma herët dhe shkojmë me një herë me ananasin, kemi ananas. Po i marim dredhzat. Për ndryshe, dredhzat i kom prej ndryshe, sepse te sallata me baby spinach që kam prej një herë në mes, këtu i kam prej disa herë, ja i kemi copa të holla. Tani do të vendosim trangullën, kemi një tranguj, kemi 100 gram arra. Tani do të marrim vetëm pak krip. Si gjithnjë, krip deti tek shijanës, një herë, 2 herë, 3 herë, mbaroj. Vaj më i mirë në treg, vaj Monini, do të shkoj me pak vaj ulliri, kështu. Sepse vaj përveç që në ndihmon në shije, në ndihmon edhe në shkëlqim sallata, shkëlqim bëhet më e pasur. Do të shkojmë me pak uthull nga Ponti, thash 100% natyrale e kemi, vetëm pak uthull kështu. Dhe krejt për fund, mjalt. Ja. A e mirë? Ja, pra, përfunduam edhe me mjaltën. Thash, sallatë shumë e shpejt, shumë e thjeshtë, tani gjitha këto do t'i përzijem kështu mirë, ja. Sallatën e kemi gati. Bashkë ta provoj se shumë interesant po duhet, Hajde. Wow. Hajde ta marrim edhe ta marrim kështu. Një arr, një dredhës dhe trangulli po më intereson. Kemi trangullin, ananasin edhe dredhën. Shumë shije në një pjatë. Wow.
Thot dikush hajto janë se s'ki shpik kur gjo, valla po. E pas na shpik një super salat sot. Qofse dëshironi që të keni edhe diçka nga gjyra e gjelbërt, krejt në fund mundën edhe pak gjete majdanoze, qysh janë të mëdhaja ose i preni krejt të imta dhe ajo del bukur, qofse dëshironi të keni diçka gjelbërt. Qofse jo, leni kushtu, mos harrojmë që ne kemi edhe qepën. Tani, ja, do t'ja servojmë salatën blertës, sepse ajo nuk e don qepën. Ja. Okej, tani. Ja, super balzamiko me dredh nga ponte. Me qëllim nuk e kam qitë në vangëll, në enë, që mos ndrojnë ngjyra e salatës, ha? Thash, një salat më fancy, tani do të shkoj me dekorimin vetëm nga sipër. Ja, kështu shikues. Ja. Ja, kështu. Ja, pra sa e bukur është kjo salata, po duket balzamiko si çokoladë, por është balzamiko. Tani, ne që e dojmë qepën, ja, do ta vendosim qepën, ja, kështu. Thash që kemi gjysmë qepe të kuqe. Sepse qepa e kuqe e ndryshon krejt lojën, pra mos e gatuni në këtë salat me qepë të bardhë, jo, me të kuqen. Shikues, kjo është salata për sot, keni me u shkri. Ja një ide, që se keni sot ditë e diel të ftuar, t'ja servoni një salat pak më ndryshe. Nuk mungon prangulli, por kemi ananasin, kemi qepën e kuqe, për ju që e hani, kemi dredhën, kemi arat, super salat. Tani, do t'i vendosi edhe vetës, sepse sa kanë arë të ftuara, do t'han një super pjatë të freskët, që kam nëna lumturua, edhe pak pjalot caket edhe nitit, sa me shiu, e ty caket, që caket e kemi këto, kur shkon shpetu i Lenës grus, me ta bu këtë salat. Shumë verore, shumë. Apo shkojnë? Shumë shije me një shije. Më duhesh me qenë në restorant, ofër neve gjithë qysh. Pa emocioni! Jo, duhesh me qenë gjithë qysh. Për me? Tepër e shishme. Hajde.